Shumë pranë restorantit të njohur Sinfonia, kemi ardhur për të prezantuar 3 banesa shumë të veçanta. Jo ndoshta për ka rregullimi, mirë po për ka pozicioni dhe organizimi që kanë. 3 banesat ne I kemi bashku në 2 të vetme për të ofruar një hapësirë shumë të madhe për 2 familje që dëshirojnë me u vendos në një adresë të re dhe shumë të kërkuar në Ulpion. Nëse je tu kërku një hapësirë të tillë, kjo është e duhura, I bën gati 475.000 euro dhe merr hapësirën prej 180 metra katror. 150 janë këtu dhe 30 të tjera I kemi poshtë në lokal që do ta shohim pas pak. Përveç këtyne, I kemi edhe 3 garazhe. Kjo është pjesa e qëndrimit ditor, është komplet private, nejat I bën mënyrë fantastike, për shkak që kuzhinën dhe tryezarin e kemi të ndarë. Ajo që pronari e ka bërë një gjest shumë të mirë është që para se me e bë reorganizimin e këtyne dhomave, komplet pjesën e parketit e ka punuar fillimisht dhe pastaj me knauf e ka ndarë së cilën hapësirë. Ti munësh, nëse dëshiron me e përdor edhe për biznes, e ki mundësinë shumë të lehtë të manovrimit. Komplet, këto mure mund t'i hekësh. Në anën këndej I kemi 3 dhoma shumë të mira të gjumit. Shkojmë t'i shohim. Kjo është dhoma e parë e gjumit. Kjo dhomë edhe salloni e kanë të njëjtën dalje në terasë e cila sheh ka pjesa e Ulpionës ana lindore. Kjo është dhoma e 2 të gjumit, e cila sheh nga pjesa e qytetit. Kjo është dhoma e 3 të gjumit, përveç që mund ta shfrytëzosh për gjumë, mund ta shfrytëzosh edhe për zyre. Në këtë hapësirë e kemi edhe banjon. Kjo është terasa ku ki dalje nga salloni dhe nga dhoma e çiftit. Pamja është komplet e hapur nga parku I lagjes I Ulpionës. Mund ta vreni çfarë bukurie. Hapësirën e parë veç e pam. Tash po hym në hapësirën tjetër ku këto I kemi edhe 2 dhoma tjera të gjumit. Tash po futemi në pjesën e qëndrimit ditor. Mund ta vreni se cila hapësirë është e rregulluar dhe në gjendje shumë të mirë. Si të tillë ne e shesim. Kuzhina është me të gjitha elementet. Edhe kjo pjesë ka pamje nga pjesa e parkut të kësaj lagje. Tash po futemi në dhomën e çiftit. Kjo dhomë mund ta vreni, ka hapësirë të mjaftueshme dhe dalje në pjesën e balkonit, e cila të ofron po ashtu një pamje shumë të mirë drejt lagjes Ulpiona. Përveç dhomës së çiftit, këtu është edhe dhoma e fëmijëve. Edhe kjo dhomë njëjtë si dhoma e çiftit ka po të njëjtën dalje në balkon. Përveç këtyre hapësirave, këtu është edhe një banjo mjaft të madhe dhe me dritare. Përveç këtyne detajeve që veç I parë, ja vlen t'i cekim edhe këto. Kjo hapësira ku ndodhemi tani është vendi ideal ku ju mund ta shikoni ndonjë lojë futbolli, ndonjë film të ndryshëm dhe është kinemaja e familjes. Komplet hapësirën që e pat nxehet me termokos. Përveç këtyne e keni mundësinë edhe me pumpë termike ose edhe me pelet. Përveç tjerash, komplet pjesën e nënkulmit mund edhe ta shfrytëzoni për shkak që pronari veç e ka lejen për një diçka të tillë. Çmimin për metër katror për hapësirat që veç I pat I bjen 2.600 euro për afërsisht në metër katror. Totali është 475.000 euro. Është mundësi ideale për 3 familje të ndryshme me jetu në këto super hapësira që I cekëm. Pronari e ka ndërtu të tillë për shkak që ju ka dashur e tillë, ndërsa ju mbetet një telefonat dhe hapësirën që sapo prezantuam ta bëni të juajën. Na telefononi. E kjo është hapësira prej 30 metër katror që ju të regum
pak më herët, vjen në ofertë me banesën, nuk shitet ndamas, por si tansi. Na telefononi sepse është një mundësi jetësore mi pas 3 banesa, 1 lokal dhe 3 garazha.